Sot ne jemi këtu në rrugtimin e përcaktuar nga sekretari i përgjithshëm, Blendi Klosi, një veteran i Partisë Socialiste tani më, se Blendi me Fadilin janë veteranët, unë jam në mes, edhe Ervin Demo është prurje e re e Partisë Socialiste. Kështu që jemi sot në këtë rrugtim këtu në Berat, në një stacion që për hir të vërtetës unë vi me shumë dëshirë gjithmonë, sepse është një nga shëmbëltyrat më kuptimplota të transformimit që kemi sjell, qysh se shqiptarët dhe qytetarët e këtij qarku natyrisht dhe të këtij qyteti na besuan mandatin tonë të parë. Dhe kujtoj gjithmonë shumë mirë edhe rrugën time të parë për në Berat, kur u zgjodha kryetari i Partisë Socialiste, me mbështetjen e Fadil Nasufit dhe të gjithë atyre që dolën këtu në ekran, përfshirë pas një diskutim dhe Arturin, i cili për hir të vërtetës ka qenë një mbështetës më i hershëm, edhe kur Fadili me të tjerët nuk më mbështesnin mua, se mbështesnin vijën e partisë. Normal fare se fal atij qëndrimi të palëkundur me vijën e partisë, kemi ardhur deri këtu Fadil, kështu që janë rregull. Dhe po thosha që kur kam ardhur për herë të parë, ishte një rrugë jashtëzakonisht e vështirë, nga i pamja e ardhjes në Berat. Faktikisht nuk kishte rrugë. Ju e dini këtë më mirë se unë. Dhe për shumë vite, rruga që lidh Beratin me kthesën e Lushnjës ishte problemi më i madh i qytetarëve të Beratit. Duket e pabesueshme sot me siguri për gjithë ata të rinj që janë këtu, por kjo është e vërteta. Dhe kemi nisur transformimin e Beratit nga ajo rrugë për të vazhduar pastaj me shumë gjëra të tjera. Dhe sot Berati është vendi që ka shënuar si një dallandyshe e parë kthesën e trendit të ikjeve dhe të ardhjeve. Në Berat më shumë kthehen se sa largohen nga vendi. Dhe natyrisht kjo lidhet me faktin që në Berat tani më njerëzit që duan të gjejnë rrugën për të ndërtuar një ekonomi të qëndrueshme familjare mund ta gjejnë rrugën, duke shfrytzuar gjithë atë prurje gjithmonë më të madhe që ka sjell turizmi natyrisht, po jo vetëm. Dhe siç është e paimajinueshme sot për ata që janë më të rinj, ajo që thash për rrugën, me siguri është e paimajinueshme sot që më të rinjt e kësaj familje të imagjinojnë një vend si ai ku një pjesë e jona ka jetuar. Ka jetuar në një kohë kur demokracia na thuaj që kishte ardhur, por në fakt kishte vetëm një ekran, ekrani i radio-televizionit shtetëror, që transmetonte non-stop vetëm pushtetin, dhe ku opozita e thershme e Partia Socialiste dilte shumë rrallë për pak sekonda dhe dilte vetëm me pamje, jo me zë. Pamja ishte pamja e drejtuesve të atëhershëm Partisë Socialiste, kurse zëri ishte i spikerit apo i spikeres së pushtetit që përdorte fjalë denigruese ndaj atyre që dilin në ekran për të përfaqësuar opozitën. Dhe në ndërkohë Partia Socialiste në territor
ishte forca e një grushti njerëzish, me mbështetje pa tjetër në bazë, por me shumë pak numra, kur ishte fjala për të shfaqur si përfaqësues dhe Partisë Socialiste. Nuk ishte Partia Socialiste ku të rrinte. Njerëzit e Partisë Socialiste përndiqeshin me libër shtëpie. Dhe e gjithë opozita në Shqipëri, i gjithë populli opozitar, kishte vetëm një burim informimi që ishte gazeta Koha Jon, e cila dhe ajo përfundoi e djegur. Ashtu si kundër, shumë kush nga ata që përfaqësuan Partinë Socialiste në ato vite e kanë në kujtesë shihen e rrahjes fizike. Duken gjërat pa imagjinueshme sot, por kjo ishte Shqipëria që Partia Socialiste mori përsipër kur ran piramidat e llahtarshme, mashtrimi më i madh i bërë ndaj një populli në të gjithë historinë e Europës ish komuniste, të dalë nga diktatura dhe përpin të gjitha kursimet e shqiptarëve